Përshëndetje të dashur miq. Sot do të përgatis një kek me lëng portokalli dhe me glase, po me lëng portokalli. Atëherë, për këtë kek kam 250 gram mjet, 200 gram i kam sheqer të bardhë në këtë rast, 200 gram i kam gjalp, kemi një pako me sheqer vanilje, kam 3 kokra ves, i kam në temperaturë ambienti, 80 ml e kam lëng portokalli, 70 ml e kam qumësht, kemi një pako me baking powder, kemi pak krip dhe 2 lugë gjelle i kam me një seshte. Dhe për pjesën e glase sipër kam 200 gram sheqer pluhur dhe 40 ml i kam lëng portokalli. Këto janë përbërësit. Si fillim do fillojmë me gjalpin. E kemi në temperaturë ambienti. Do fillojmë do ta rajmë pak me mikser dhe pastaj do shtojmë sheqerin. Pasi kam rrahur gjalpin pak me mikser, do shtoj sheqerin dhe do ta ra sa të bëhet një masë kremoze. Pasi kam rrahur gjalpin me sheqerin, do filloj dhe do shtoj vezët një nga një, duke i shtuar dhe duke i rrahur me mikser. Kam rrahur shumë mirë edhe vezët, do shtoj lëngun e portokallit, do ta ra përsëri, do shtojmë edhe qumshtin, do ta rajmë edhe pak. Disa sekonda nuk është nevojë që të rrihet shumë, thjesht që të përzihet mirë qumshti me përbërësit e tjerë. Pasi kam rrahur dhe kam përzier përbërësit e lëngshëm, do filloj dhe do shtoj përbërësit e thatë. Kemi sheqer vaniljen, kripën, baconin, një seshtja. Dhe avash do shtojmë edhe mielin. Duke e situr, duke e shtuar dhe duke e punuar. Do shtojmë pak e nga pak dhe do ta përzijmë po me mikser. Pasi e kam rrahur mielin të gjithin, brumin e kekut e kemi gati. Rrahjen e bëjmë komplet me mikser dhe do ta shtojmë masën tek forma e kekut. Atëherë forma që unë kam përdorur është kjo, por mund të përdorni çdo lloj forme që ju dëshironi. Po shtrojmë poshtë letër fure. Do shtrojmë brumin e kekut. E marrim të gjithë brumin. E hapim mirë të forma. Furën e kemi ngrohur më përpara, e ndezim momenti që neve fillojmë ëmbëlsirën. Kemi shtuar të gjitha. Furën e kemi të para ngrohur tham, do ta pjekim në 180 gradë për 45 deri 50 minuta. Por do ta shikoni vetë përpara se ta nxirrni, do të bëni një provë me një majthike ose një stikaden, një shkop dhëmbësh. Në qoftë se deli njom, lëni dhe pak. Në qoftë se deli thatë, atëherë është gati dhe është bën. E fusim në furrë. Keku është pjekur, e kam lënë të ftohet plotësisht dhe po përgatis glasën që do t'i shtojmë sipër. Brenda të sheqeri pluhur, do shtojmë lëngun e portokallit dhe do ta trazojmë mirë që ta ndihmojmë që të shkrihet sheqeri. Nëse nuk doni që t'i shtoni sheqerin pluhur sipër, po themi për të kursyer pak sheqerin, mos ta bëjmë edhe më shumë të ëmbël. Nëse nuk doni, mos e shtoni. Ose mund të bëni sasi më të vogël sheqeri. Kam përdorur 200 gram. Mund të përdorni 100 gram, do dali sasi pak më e vogël. E trazojmë shumë mirë që të tretet sheqeri dhe ja shtojmë sipër. E shtojmë që të vejë gjithandej. Në këtë mënyrë.
Keku tim ka përfunduar, del me të vërtet super i shishëm, provoni se ka për t'ju pëlqyer shumë. Ju bëf të mirë, miq të dashur.